Me sa kam kuptuar, kjo nuk është mbledhje që është mbledhje e PD-s ose ku diskutojnë problemet e PD-s dhe përgjith hallet e PD-s. Të paktën unë s'kam marrë për këtë gjë, unë kam marrë me që jam ftu si një person që e ndjek politikën, e njeh edhe për dhënë një lloj mendimi pra sa kontributi çdo që tjetë sa do modest, domethënë. Kështu që po e nis me këtë. Unë mendoj se duhet jemi shumë të sinqertë. Domethënë, problemi kryesor që ka sot opozita, dhe po flas për gjitha opozitat, jo thjesht Partia Demokratike, e kam më kollaj ta them të gjë se jam as antar i Partisë Demokratike, as i bashkëpangjitur në çdo lloj mënyre. Problemi kryesor që ka është problemi besueshmërisë. Do të thënë normalisht në çdo lloj vendi europian normal me demokraci sot në botë, me zgjedhje të lira dhe të ndeshme që ne se kemi, do të mjaftonte jo një opozitë e shkëlqyer, por thjesht një opozitë normale, mesatarisht, që regjimet të këtij lloji të fshiheshin jo thjesht nga pushteti, por edhe nga historia. Kështu që ky është burimi i parë që duhet kërkoj në fakt opozita apo flas në tërësi. Nga ana tjetër pastaj u mendoj që opozita, dhe prap flas gjithmonë opozita në tërësi, jo thjesht Partia Demokratike, nuk e ka luksin që të shmang nga radhët e veta ose të krijojë konflikte të brendshme ose çfarëdo lloj ndarje përçarje etj. Hiq në një rast pasaj si puna e marksistëve të Arlin Qorrit, Lëvizjes Bashkë, jo është muhabet tjetër pastaj. S'po flasim për atë. Nga pikpamja ime dhe hajduti më i madh në botë është më i preferuar raport me një komunist, me një marksist. Po e lejmë atë pjesë, edhe ajo është e diskutueshme, edhe ata në fundit mund të kontribuojnë nëse dëshirojnë, pavarësisht se e dim shumë mirë që nuk e kanë plan, kështu që s'ia vlen më u lodh me atë aspekt. Çfarë bëhet me pjesët e tjera pastaj? Mendoj që Partia Demokratike dhe partitë e tjera do duhet të mblidheshin në fakt dhe diskutojnë jo me hartime, poezi etj. Dhe pa pas nevojë të trajtojnë, të nxjerrin problemet e diskutimet, gjithë problemet që kemi këtu, edhe unë jam vetë si përmarrës për vështirësh, i dim shumë mirë. S'ka nevojë të diskutojmë se çfarë qeveri është kjo, e dim shumë mirë. Çështja është, unë mendoj që nëse do ketë një lloj bashkëpunimi, duhet ndërtuar mbi bazën e diçkaje konkrete, mbi bazën e një propozimi konkret, një platforme konkrete, bazë e cilës pse jo dhe më merri shumë mirë që dëgjova nga doktor Berisha atë më përpara, ato dy pikat e para, domethënë një, ajo që është themelore, çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, se këtu fillon i gjithë diskutimi, dhe prandaj edhe ne sot kemi këtë që kemi këtë lloj situate dhe këtë lloj qeverisje, dhe dy pastaj pika e dytë që është gjithashtu shumë e rëndësishme, çështja e mbrojtjes dhe mbështetjes së sistemit të drejtësisë. Tu PD-ja është me luhatje. Megjithatë, unë vetë kam konstatuar këto kohë të fundit që ka një lloj qëndrimi shumë më pozitiv, do duhet me apo qartë të tjerëve me sa duket se tek një pjesë e mediave akoma s'kan bërrit kjo gjë. Domthonë, shpresa sot institucionet më të besueshme në Shqipëri janë institucionet e drejtësisë, shumë më larg partive. Domthonë, do PD-ja, SHE-ja, LAP-a etj, sot institucionet më të besueshme janë pikërisht këto. Dhe bashkëpunimi me partitë e tjera nuk është çështje luksi, është çështje domosdoshmërie. Pse? Sepse, dhe jam marrë çik me këtë punë se edhe kam një stikët vetë të politologut, njeriu që edhe e shikon, e studion politikën, jo si analist televizioni, po dikush që ka ca reflekse të tjera, pak më thella. Nga ato 150.000 votat që kanë marrë sot partitë e reja dhe të vogla, një pjesë e mirë atyre votave janë vota që s'do të shkonin kurrë tek e djathta. Te asnjë parti e djathtë. Janë vota që janë marrë në zona si ato që PD-ja e quajnë Stalingrad, në fakt, me shumë të drejtë, ja një sekond ta mbaroj. Një sekond ta mbaroj. Kajsiu është në Bogota, është në Kolumbi, unë jam Ermalasimja. Tani, janë vota të cilat nuk do të shkojnë ndonjëherë tek e djathta sepse janë vota të majtëve të zhgënjur. Në rastin më të mirë të janë njerëz që nuk thjesht abstenojnë dhe nuk votojnë. Kjo është dhe një arsye tjetër pse në fakt votat e këtyre partive janë të nevojshme. Dhe shumë mirë që edhe ftesa ju bë dhe atyre, dhe unë kam qenë mendimit që do duhet ishim. Megjithatë mendoj, kjo është thjesht çështje teknike, që nëse ftohen për diskutim dhe për bashkëbisedim, nuk ka nevojë dhe thjesht bëhen edhe publike. Ndoshta mund të jetë edhe një tryezë diskutim që mund bëhet mbi një platformë duke nisur nga ato dy pikat. Por mendoj që duhet më tepër se sa kaq. Mendoj që duhet që Partia Demokratike të tregojë edhe një nivel besueshmërie, një nivel parimor më të lartë se sa ai që ka pasur deri më sot. Për shembull, nuk ka kuptim që Partia Demokratike ta lejoj veten që të shfaqet si bashkëpunuese me Partinë Socialiste për ndryshimin e kodit zgjedhor në kurriz
të partive të vogla dhe nga ana tjetër pastaj t'i ftoj këto parti të vogla për të bashkëpunuar. Qa kuptimi ka kjo? S'ka asnjë lloj kuptimi. Në qoftë se PD-ja është e sinqertë tek bashkëpunimi, unë mendoj dhe është akoma në kohë, dhe hapi i parë është bërë sepse në këtë moment nuk është bashkëpunuese, i ka pezulluar bashkëpunimin me sa diun në parlament, le ta vazhdoj këtë edhe një hap më tutje. Le ta denoncoj, le ta kundërshtoj ndryshimin e çfarëdo lloj forme të kodit zgjedhor që do të çonte në eliminimin e këtyre partive të vogla. Sepse nuk është çështja thjesht e atyre njerëzve Lapaj, Qorri, Sheja etj. etj. Nuk është, këto parti nuk janë këto emra. Këto parti janë 150.000 shqiptarë si ne, që jemi të gjithë tu, që kanë të njëjtat halle si ne dhe që kanë vendosur të votojnë për ata dhe që duhen respektuar për këtë lloj gjëje. Do të them, mendoj që nëse PD-ja do të mbante një lloj qëndrimi të tillë parimor, kjo do t'i shtonte besueshmëri Partisë Demokratike dhe radh parë dhe gjithashtu pastaj dhe opozitës në tërësi do t'i sillte dhe votat e atyre që janë të majtë dhe të zhgënjur. Më falni se po flas si politolog këtu. Kjo nuk është çështje besueshmërie, nuk është çështje kredibiliteti. Ka dhe një gjë tjetër. Po shikosh në shembujt nga historia dhe rajoni, Rumania është tipike. Ç'a ndodh në raste konkrete? Dhe ç'a është me shumë gjasa hapi i ardhshëm që do ndërmarrë edhe mazhoranca. Do të jetë jo shkrirja e SPAK-ut etj, por me shumë gjasa ndryshimi i objekteve penale të punës SPAK-ut. Nëse hiqet sot, ndryshohet në kod, në ligj, shpërdorimi i detyrës, shkelja e barazisë në tendera, domethënë gjithë ata që sot e kanë sjellë gjendjen këtë lloj pike ku gjithçka vlon, skandalet kanë dalë dhe njerëzit tash i kanë kthyer syt pozitivisht nga opozita dhe po presin, s'do të kishte ndodhur kurrë. Po e trove, po e kastrove sistemin e drejtësisë duke ia ndryshuar objektin ligjor, e ke shkatruar. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike dhe partitë e tjera opozitare do duhet të mbajnë një qendrim shumë të fortë kur të vi momenti, po mendoj që në këtë moment për këtë çështje. Nuk është çështje besueshmërie, mbarova, është çështje besueshmërie dhe jo kreativiteti. Tjetë për kreativitet që nesër ju japën një ide, 200 tenda kampingu përpara kryeministrisë, edhe u zgjidh çështja nesër me gjithë mediat e botës e kanë nxjerrë aty protestën e opozitës shumë më fort se sa sot. Faleminderit. Më falni për zgjatën. Mund ta vazhdoj unë, të lutem. Më fal pak. Do flisni? Mundem ta vazhdoj pak, të lutem, se e kam iden në vazhdim të Ermalit. Okej. Se haruam të themi që 3 partitë që kanë refuzuar të vinë sot këtu janë parti parlamentare. Do me thënë, ato kanë arritur të futen në parlament. Unë gjysmën e ides time dha Ermali, në fakt, partive parlamentare, por do t'i përthosha Partisë Demokratike. Është e aftë Partia Demokratike të dali mbi emrat dhe të krijojë një grup i cili të bëjë një bashkërendim të opozitës, ose të partive që vetë quhen apo quhen opozitare sot, duke krijuar një grup me persona dhe me figura jo të konsumuara politikisht, por me figura të reja politike, për të koordinuar edhe partitë e tjera të cilat sot kanë refuzuar që të vinë këtu. Dhe e dyta që dua të them është, a është e gatshme Partia Demokratike, deputetët e saj, të cilët janë paguar, po paguen, do vazhdojnë të paguen derisa të mbarojë jeta, me fondet dhe me paratë e taksave tona, pa punuar punë të tjera, por si deputet, a janë të gatshëm të sakrifikojnë ata ekonomikisht, politikisht, duke filluar protesta konstante, sistematike, me kërkesa të përcaktuara drejt. Do me thënë, a është e gatshme Partia Demokratike ta ketë seriozisht këtë radhë, apo si herët e tjera, duke bërë protesta sa për të pirë një kafe në shesh. Faleminderit. Faleminderit, duhet kemi parasysh që logo është për Shqipërinë, jo për PD-n, dhe siç presim nga PD-ja që të dëgjoj shoqërinë civile, ashtu presim dhe nga partitë e tjera. Po mundet. Kam një pyetje për doktorin. A mendoni që do ishte më mirë që të krijohet një institucion që këtë konglomerat opozitar ta mbajë më të qëndrueshëm, duke plotësuar natyrisht secilit prej personave drejtuesve të partive politike në aleancë me Partinë Demokratike, duke krijuar një institucion, duke ndërhyrë ose duke krijuar një arkitekturë opozitare, ku secilit i merret mendimi në mënyrë institucionale, jo mblidhemi dhe shpërndahemi, po kjo nuk
do reflektohen të mirë them as në popull, ndërsa në qoftë se do të krijojë një institucion, qoftë edhe vendimmarrës, pse jo, ku secili ketë mundësi në një forum që me në krye zotin Berisha si kryetari i partisë më të madhe natyrisht, të krijohet një forum i cili të ketë edhe fuqi vendimmarrëse për çështje thelbësore, për shembull për kodin zgjedhor. Kodi zgjedhor nuk duhet i besohet qoftë edhe Partisë Demokratike vetëm, pavarësisht nga fuqia si ka, sepse ajo ka fuqinë të pamjaftueshme për të diktuar Partinë Socialiste. Po dhe një marrëzhin publik, unë them që ka kaq shumë nevojë sot opozita, do ishte një ide e cila është themel për të ngritur një besim që atje nuk është vetëm një dhe tjerë të vinë si dhe një konglomerat personash, një konglomerat rëre, po një konglomerat i cili bashkon se cilin dhe krijon vërtet një institucion të cimentuar, i cili reflekton edhe në opinionin publik, tek njerëzit, reflekton besueshmëri. Faleminderit. Zonja Grillo ka që shpashme kërkon. Jo, e kam pyetje nëse zoti Berisha ka në agjendë apo do të ishte dakord apo për ta futur në agjendë mbledhjen e radhës. Po. Se u bën disa pyetje, flet zoti Berisha. Ju falenderoj për ndërhyrjet. Lidhur me gjendjen aktuale të opozitës, të Partisë Demokratike. Ajo çfarë mund të them, pas një kalvarit pa precedent në historinë e Europës dhe më gjërë ndofta, kjo parti arriti të qëndrojë si opozitë e vërtet, s'pari, së dyti, arriti të ketë nga tetori i vitit 2024 gjerë në 5 dhjetor të vitit 2025 7 rezoluta ndërkombëtare të gjitha forcave politike të këtij planeti, të qendrës djathtë dhe djathtë të planetit Tokë, pa përjashtim, të federuar në organizatat më të mëdha të forcave politike, të cilat kanë denoncuar persekutimin politik dhe përdorimin e institucioneve kundër pluralizmit në Shqipëri nga Edi Rama, narkoshtetin shqiptar e ndërtuar nga Edi Rama dhe farsën elektorale të zhvilluar nga Edi Rama. Farsat elektorale. Pra, natyrisht kjo ka qenë një betejë jo pa pasoja, duhet ta pranoj, jo pa gjurmë, jo pa nishane, jo pa po. Por këtu është situata. Partia Demokratike qëndron plotësisht e hapur ndaj forcave të tjera politike opozitare dhe ka shprehur vlerësimin e saj për partinë dhe kryetarin e saj që proteston çdo ditë këtu tek kryeministria, ka ftuar dhe ajo është në protest dhe vlerëson, ka ftuar parti të tjera, por Partia Demokratike natyrisht nuk mund të diktoj jashtë vullnetit tyre bashkëpunimin. Kjo, për sa i përket kodit elektoral, ato janë ftuar, janë ftuar me duke u dhënë dhe garanci që ne do të bëjmë, ne do mbrojmë apo do të jemi për ndryshime konsensuale si opozitë. Kanë refuzuar të vinë për arsye sepse ka ndonjë që preferon të jetë opozitë e opozitës.
por t'jeni të sigurt që opozita e opozicës është patëricë e qeverisë. Këte, sepse në historinë e pluralizmit, në qoftë se ato rezoluta thonë që ka përdorur institucionet kundër pluralizmit, vetë kuptohet që agresionin ndaj opozicës ka qenë një nga rrugët kryesore. Pra, ne ja u them këtu, jemi të hapur për ndryshime në kodin zgjedhor plotësisht konsensuale me të gjithë aleatët, me të gjithë opozitët, me të gjitha partitë opozitare. Tani, më shumë se kaq, ne nuk mund të ofrojmë, s'kem që ofrojmë. Por ne jemi tërhequr nga ajo. Pse jemi tërhequr nga ajo? U tërhoqëm sepse Edi Rama nuk ka në absolute asnjë vullnet për asnjë ndryshim tjetër përveç atyre që don vetë. Kjo është e vërteta. Dhe ne jemi tërhequr nga 2 komisionet, siç e keni marrë vesh ju, për këtë arsye që do t'i përgjigjemi. Pra, unë këto përgjigje kisha dhe lidhur me ai do ndryshoj kodin, jo siguroj që do ndryshoj kodin, do t'i bëj të gjitha ato që don në qoftë se ky popull nuk i tregon vendin, sepse ai nuk ndalet, ka krye krime shumë të rënda dhe nuk dorëzohet për shkak të krimeve që ka krye. Faleminderit. Vazhdojmë zonja Grillo e fundit dhe pastaj do kalojmë këtej. Nuk jam unë. Po e di, po ju e shikoni sa veta jemi. Unë nuk është se preferoj dikë më shumë se tjetri. Këtu jemi shumë.